sot jemi në Maqedoni, jemi në Shkup. Unë nuk kam qenë këtu që 40 vjet. E më kthy këtu është diçka si me kthy në të kaluarën, se kaq bukur është në këtë pjesë të pazarit, me krejt dyqaje të shqiptarëve, kuptohet. Tash jemi në vend me ari, me sen për dasmat, fustane, sen. Po është interesant me shku 1 orë prej Prishtinës, edhe jemi në tjetër bot me një anë, jemi në Macedoni, po në tjetër anë si mu kanë me një vend shumë shqip. Shumë interesant. Hajde po him në këtë dyqan këtu, e po bisedojmë ata, po këshirëm që është jeta në Macedoni. Këta jenë shqiptar, me dyqan si jemi mësu në Kosovë, në Shqipni edhe në Macedoni, me qëta me ari, me argjend. Po, tash kanë qenë do Macedon, keni fol macedonisht, keni bo pazar me këta. Do thët, si quësh? Zejnullah. Qujem Zejnullah. Zejnullah? Nga Shkupi. Nga Shkupi. Me preardhje, gjyshi dhe baba prej fshatrave të Kumanovës. Të Kumanovës? Prej fshatrave. Para 75 vjetëve kanë në Shkup. Okej, do thë ti e linë këtu, rritë shkolla, krejt në Macedoni. 75 vite dhe baba është këtu. Baba 2 vjeçar ka qenë, kur ka. Okej, do thë taman jeni shkupjanë. Po, alos mund të thejme, se si kemi 100 vjetë. Okej. Kur ti bajmë 100 vjetë, shkupjanë. Okej. E qësh është biznes mas pari? Ju keni shumë konkurencë këtu, qësh është biznes? Pa shkondi si kush punon ka, kush rrin nuk ka. Do thët, so njërë po vinë, po blenë, se halar dasmët me edhe traditat ashtu janë, nuk janë vetëm traditat tona, ne me kemi menduar se vetëm shqiptarët e kanë, po shumë njerëz, shumë popull, e dojnë arin, ja din vlerën, e din se është një send që vlen shumë, edhe nuk humb. Për gjithmonë. Për gjithmonë. Edhe kam një tash që ari ka hyb, është ma shtri që ka qenë. Po, bravo. Po, në fund. E çfarë ndikime kanë në ju si tregtar? Po ndikimet botërore nuk kanë vetëm te neve. Se ari kur hypin edhe metale tjera, hypin edhe haje, hyp edhe çdo sen. Siç e dim, çdo sen është më shtret, një vetur ka qenë 15 euro, tash është 40 euro. Do të ti po nihesh vetin si në treg botnor me një. Po njëjtë është. Tash ti ka dalë interneti, mobil secili ka, secili e din berzën sa, kush ka. Right. Do thot, për shembull unë po du me blej një unaz, unë muj me ditë krejt çmimet që ka janë. Për afërsisht aty. Okej. Se varet pe punës, pe punimeve, për modelit, për dizajnit. Right. Do thot ti e rrit, tu I fol edhe shqip edhe macedonisht? Po, edhe në shkollë për klasës parë, neve kemi mësu edhe shqip, po kemi pas lehonte edhe macedonisht. Okej, so, do thot shkollë shqiptar? Shkollë shqiptar. Shqiptar. Do thot edhe keni mësu macedonisht. Po shof që tu lexu dy gazeta këtu. Edhe macedonisht. Edhe macedonisht, do thot veçer, edhe koha. Okej. Wow. Edhe që do thot për mu është interesant që po nihesh me jetu me një vend Macedon, më kanë shqiptar, ju jeni minoritet, po minoritet shumë e madhe. I ma shumë më madhe, po kush jeton këtu e din se si është. Kush nuk jeton prej Karshi, mendon se neve u kënaqëm, edhe shumë lehtë e kemi. Po mirë, po është e shumë vështirë. Pse? Po është vështirë se vetëm si kur të shohin si shqiptar nuk mirën njëjtë me ti. Vetëm kur ta shohë emrin, shkon polici, ke tjetër problem. Tjetër marrëdhënie është me ty. Shkon gjyq, marrëdhënia ndryshe. Shkon mjek, zoti mos e boft, prap ndryshe. E nëse në këto institucione shkon si shqiptar, nuk marrin parasysh si bash që duhet. A mundi me paramendu se si ndihemi. Unë I gjyshit. Ai gjyshit. Ajo është në fshatin Vllazhën. Ku është ajo? Vllazhën, në
afërmi Lipkovë, në komunën e Likovës. Okej. Komuna e Lipkovës. Wow. Sa që para sa vjet ka Po, qenë? kjo ka qenë në vitet 1928-1946. Wow. Do të thotë tamam para luftës, dytë botërore. Wow. E ti do thotë këtë zanat ke pas prej babgjyshit? Prej babës. Prej babës. Baba është filigranisti më i njohur në rrethin, ku ka fituar edhe Grand Prix në Rumani. Wow. Prej babës. Po, mjeshtri Xheladin Hasani Xhelo, shumë i njohur në qeni. Okej. Do thotë ti prej fillimit ke ditë që kemi marrë këtë Jo, nuk e kam ditë, po tu arte baba. Aha. Normal, ta vizitoj babën. Baba më ka thirrë mos të rrugëve, në atë kohë ishte mos bësh rrugaç. Ja. Ti je afër mas shkollës, vite baba. E tu ndejt afër, tu mësua, si bot kjo, çka është, ajo çka, tu mësu tu pyet. Edhe më ka hinë në zemër se neve thënë hini në gjak. Edhe fillova pastaj të punoj. Po. Urime shumë se kjo po duket si një punë shumë të bukur edhe ku keni mbledh Po baba i kam letë, neve me ndër. Po momentalisht baba është më të vjetrit, dyqani jonë është më i vjetër. Se kjo është si në muze, po ka. E ata janë prej ku kanë vesh ato? Shifra ato i kanë vesh nusët para 100 vjetë. Këtu? Po këtu traditat ka qenë këtu janë se 500 vjetë këtu. Shqiptar kanë vesh ato? Gjithë. Gjithë. Se Osmanlit 500 vjetë kanë qenë, s'ka pas shqiptar, Maqedon ose sërbë. Gjithë i veshin këtu, a këtë kanë qenë Osmanli. A kupton? Je, po. Shumë interesant. Ani po kalojmë, po këshirëm shkak tjetër ka këtu sot, edhe shumë faleminderit. Thank you so much. Nalim këtu, sepse kjo është diçka që nuk kemi në Amerikë, po më intereson. Që ato stolise, these fancy crowns është diçka që është për këtë vend. Ndoshta ju jeni mësuar që ta, për Amerikanë kjo është shumë interesant. Hajde po him brenda. Mirita? Si jeni? Hajni mirë. Sa interesant që to sende, do të për një men njerëz po blejnë që to sende për dasmat. Po, blenë që shjo. E kush janë kliente? A janë shqiptar, Maqedon? Ma shumë janë shqiptar, ne kena shqiptar të klient, po kina edhe Amerikan, kina edhe Gjerman, kina edhe turista polak shkatin krejt. Aha, shumë interesant. Po. Për shembull, sa kushtojnë ato sende? Gjithjo, Për shembull. me marrë është 300 euro. 300 euro. Po, kjo është zirkon, ngjyrën s'ta ndryshon, kur gjë nuk ka sena. Wow. 300. Që këtë. Wait, I have to do. Këto është këtë prodoj nana. This is, I don't know if that's my Yes. This is the closest I'll ever get to a crown. Ah, wow. Sa bukur. Kjo është 120 euro. 120. Wow. Okay, let's try this one too. Here we go. Ready? It's crown time. Wow. Do thotë, a keni biznes ton vitën? Shoh se dasmat ma shumë jetë. Ja, darsmat si kena tan vitin, darsmat i kena verës ma shumë, Ja. po edhe kena edhe tan vitin, Kapak. Kapak e sjell. Okay. Do thotë njerëz po vinë këtu, rregullisht po blenë që thotë. Rregullisht po, kena klientët tona, kena edhe me porosia dhe ja u qëjna. Aha. Sa keni qenë këtu, sa vjet këtë dyqan? Sa vjet? Une jam këtu, këtë dyqan jam që 36 vite. Këtu. Po punojnë qarshi që 46 vite. Kër i kom pas 7 vjet, 8 vjet, mami më dërgon të këtu. Ne prej ardhëm prej Blaca. Blaca? Pa, kufiri ku është në Blac, prej ati, ne kena prej ardhëm. Alright, okay. Shumë interesant. Po faleminderit shumë.
pazari thash, e jemi... Qarshi. Qarshi. Po, me ndu kajove. Okej. Edhe jemi me këtë shok prej Vitis, origin prej Vitis, prej cili ka thënë? Gjylekar. Prej Gjylekarit, Vitis, e tash gjinin ju këtu. Po, na kena orë të që 90 vjetë kena orë. 90 vjetë? Po, 1930, po. E babem ka li atë 1 vjetë, po kanë orë, 1932 këtu kanë orë. Kanë orë, do kanë shku Shqipëri, do në Turki kanë shkuë. Kanë shkuë, Cilën virë. ditë kanë shku? 1932. 932. 32. Po. Tash na kalzoni për këtë vend këtu. 1406. Po, a marruë, po kanë orë në Osmanlit këtu, në Balkan. E kanë marru këtë dëgojnë. Wow. E kanë marru, po të UNESCO. UNESCO. Po. E qka Syli Han do thot, çka do thot? Han I Syli sa? Që kjo Solioni, ja këtu do kjo dëgojnë o marru para Solionit të marru. Okej. Para Solionit. Turqit e kanë marru, kjo qiptja Hamami është, Turqit e kanë marru. Hamam ka punu kjo të 63-ën. Kërë dritë toka, Si gjami? ka punu, jo, kjo qiptja Hamam. Hamam? Hamam. Jo la të bura, jo la për para ushtarë për e dhije, veç që në kanën, e që tak muzej. Muzej, kur është Mshel? E ka 63 ka punu. Deri 63? 63, po, ka punu. Babeme ka mojtë të 30 vjetë magasin, ka punu salar babeme, të? 30 vjetë i kina mojtë, në këtë dugoj, te 92 Turqit e marru masena. Osmanisi, të Turkia për i marru të. Shë prishë gjamia, të monumente historike për para, i marru i Turqit i marru. Okej, a në ka zërë, qka kërqena jo për pare? Që shka funksionu? Po s'ka zëj këtu, para 7 vjetëve, ka pasar një Turk këtu, shqiptar, a i kishë bashku e Turki, kër i kishë pas 15 vjetë, 1955. Unë po thot muë, që tu, a i Turkja, këpëtërë, po thot tu që bukapi dinimish, po thot, kjo dirë të konë, a këpëtërë, ta qysh për dirë, thati, ta kjo dugoje e ju në konë, 250 vjetë për para. A këpëtërë? Qfar dugaj? E kishim punu e homa di shkar, për kualit për ati. Okej, për kualit. Baba vete, bak 2 vjetë, a i plaki ka 85 vjetë. E ti sa kohë ke qenë këtu? Une, baba me babi 63, une që 25 vjetë jam këtu. E ju po shqitni si Po, sene vjetë, antika, me turistët. Për turistët? Po, Që po vinë. dojnë me pas një kujtimi Macedonisë? Po, kjo Jugoslavisa, në krejtë. Jugoslavisë, vjetër, po. Jugoslavisa. Ka fizona, ka barzake, kristalla për vishke, kojë. Po, për këtë bote. I blejnë, i shirë, vjetë që ashtu. Shka s'ka? Do të keni punë? Ka. Edhe keni do vesh kontorit? Po, ka. Vesh kontorit, Macedone, visha, po, ka. Një gjallë, kam, kënë Fransë, e pruna këto, e martoha, 3 qika, ka, bi martoha, qika të mire. This is our new friend here, so tell us your name. Shqip. Okej, i sem. Unë jam Hetem Hetemi, aktor i tatë shqiptar. Jetoj në Shkup tash. Vin nga Velesi. Ka një periferi e Velesit. Po, periferi Katun Velesit, po. Dhe jeton shumë mirë, e qetë, e paqme. Ma mirë se këtu ndoshta ndonjëherë. Do thë jeton në Katun? Për momentin jo, kam jetuar në Katun. Tash jo, ka ca vite që jam shpëmbullur. E që është teatri tash këtu? Shumë mirë, punojmë, shfaqe. Sa jeni ju antar? Po, jemi si shumë, ndoshta jemi mbi 20 e më shumë. Shqiptar, teatr, në Shkup. E sa shpesh e keni shfaqje? Po ka shpesh, ka shpesh, po. Wow. Tash kena repertuar, kemi repriza, kemi shfaqje të reja, regjisor nga Kosova, regjisor nga Bullgaria, dhe shumë tjerë. Wow.
E mu po më intereson shumë që është me jetu si shqiptar në Maqedoni, edhe sidomos në për katunde, do të ato fëmijët rritin tu i mësu edhe shqip, edhe maqedonisht, edhe anglisht. Kesh me ditë gjuha pasuri, mendoj unë. Sa më shumë gjuhë di është më shumë pasuri për ty. Veç ato tjera të është fëmijët tash në katun. Në katun jo që kanë një ardhmë më të mirë, nuk e kanë ardhmë aq të mirë, nuk kanë me çfarë merren, nuk kanë salla sportive, kështu gjëra, është jeta pak monotone për fëmin. Jo nuk shenoj ndonjë ardhmë të mirë për fëmin. Do thërë, a janë të mendu ato fëmijët të me ardhën në Shkup, a me shku në Kosovë, me shku jashtë? Po gjithkund, në Shkup, jashtë Maqedonisë, Europë. Po flasin Shqip në shtëpi? Po Shqip. Po mësojnë maqedonisht në shkollë? Jo, Shqip mësojnë. Edhe maqedonisht? Edhe maqedonisht edhe Shqip. Do thëtë mundën me lexu qirilit? Po. Krejt fëmijët? Shumica, në shumica dërmuese e din edhe maqedonishtën edhe gjuhën shqipe. Edhe anglisht? Edhe anglishtën, po. Sidomos një asotet ose gjeneratët e reja gjuhën angleze e kanë mos i gjuhë parë, do thëtë ata kanë 3 gjuhë, ato fëmijë. Saktësisht po 3 gjuhë, po. Do thëtë e kanë, sa kanë me jetu ato fshatrët, sa kanë me mbet? Dhe sa të ketë njerës, dhe sa të ketë popo. Që ta është pyetjes edhe sa do të ketë njerëz atje. Po kështu që është të shkur, nuk besoj se kam jetu gjatë. Se njerëzit janë të ikë të madhe, dhe më thonë, si nga Katundi, si nga qytete. Qish po duket që ajo Katun? Mirë, një javë bëhet mirë, 2 javë e ma shumë fillon të bëhet monotone. Atje në Katun për shembull, apo një afër me kosovarët, a me shqiptarët e Shqipënisë, ku po gjenden? Si mendon? Po mendoj, me kanë janë më afër shpirtnisht. Me gjithë shqiptarët, pa dallim vendi, Kosovë, Shqipëri, shqiptar, mjafton të kemi një kulturë, një gjuhë, një tradit, neve na bashkon gjuha fundja. Edhe a jeni shumë i popularizuar grupën tonë në teatri, do të mase që ju jeni si simboli kulturës shqiptare. Like that, yeah. Apo a keni bashkëpunim me vallëtarët? A ka një grup ensemble? Po, ensemble. Po, ka dhe ensemble shqiptar, ka. Si quhet? Ensemble shqiptar. Po. Tash jemi bit pazar të Shkupit. Kjo është, do të bit pazare i Shkupit. E çka gjendet këtu? Gjithçka. Vetëm nonë dhe babtën e thonë, se nuk e gjenë, këtu gjitha e gjenë. Si që këni? Unë shumë Sefer Jakupi. A më rega i një? Dhe në të në shatit një Katunt. Si qëhet? A i kësuhet Paligraf. Do të djetoni aty a këtu? Ja, këto Shkupit. Në Shkup. E babgjushi? Babgjishi ka e tua gjepa ka ato kanë dekë. Po, Tërbishi, Babgjishi. E sa keni qenë atje, sa vjetë keni qenë këtu? Unë këtu jam që 45 vjetë që jam shku. 45 vjetë? Po. Me këtë pazar? Ja, shtem pazar kam dalë. Që sa vjetë jeni që bo pazar? Një ditra vjetë që të pa punë, pa send. Ku po merni që ato perimet? Perimet i marim ma një pazar me shumica, një i marim me këtu i shesim. Kuse ma shtrenë paka. Ku është kam qenë këtë përpare, sa e madhe është kjo vend? Po shtash e ka maru, ka një 4 vjetë që ka maru. Po, a? Sa kon kjo, akon qilë. A më shtash mira më qilë. Po mendoj që qashtu janë të mendu edhe për Prishtinë, se Prishtinë hala është si gjungëll atje. Qysh është jetë si shqiptar në Maqedoni? Po, qka me thonë doj? Ku që kërë shqiptar dhe ma i kajnë? Ani faleminderit shumë. Thank you, faleminderit. Tash po përfundojmë këtë episod që kemi bo në qarëshin e Shkupit, Skopje, Macedonia. Shumë interesant një ditë, është një kombinim e njerëzve popullsive të ndryshme që jetojnë së bashku dhe shumë interesant nuk ka një vend kështu. Tash jemi të Openge, ata që marrojnë Opinge, Openge, ato janë putët të lekorës që kanë vesh moti, kuptohet, të shqiptarë të Maqedonët, ku do në Balkan kanë vesh ato, hala ka vetëm disa njerë që marrojnë që to.
edhe mas disa vjetë s'ka me pas ma. Hala janë pak, edhe janë për turiste që blenë, po ka një kuptim edhe një ndjenje prej moti që ka qenë që si simbol I Ballkanit. Ka dal ikin, zhduken, po hala ka në qarshin e Shkupit.